Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që hanë shalqi urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Shalqini është një nga frutat më të lëngshme dhe më të shëndetshme për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale dhe njëkohësisht fiber. Përfitimet që njeriu merr nga shalqiri janë me të vërtetë të mëdha. Këtu ju do të mësoni vlerat e shalqinit dhe sigurohuni që të mos mungoj më në tryezat tuaja. Sipas ekspertëve, mund ta përfshini në sallata të ndryshme, si edhe të shoqëruar me djathë sipas dëshirës. Shëndeti i zemrës. Shalqini është një nga frutat më të shëndetshme dhe njëkohësisht mund të ulë tensionin e gjakut pasi është i pasur me aminoacide. Sipas ekspertëve, shëndeti juaj i zemrës përmirësohet edhe nga antioksidantët, të cilët gjithashtu ulin rrezikun e atakut në zemër. Antioksidantët, ngjyra e kuqe e shalqinit i atribuohet likopenit, një antioksidant i cili ulë rrezikun e radikaleve të lira apo diabetit. Shalqini gjithashtu përmban më shumë likopen se domatet dhe çdo perime tjetër. Mbrojtja e lëkurës. Ngrënia e shalqinit gjithashtu shërben si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopen e ndihmon organizmin edhe ndaj djegjeve nga dielli. Shëndeti i syve. Një racion me shalqin plotëson 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve, dhe sipas ekspertëve, ajo mund të ndihmojë në hidratim. Sipas të dhënave, 92% e përmbajtjes së shalqinit është pikërisht ujë, ndaj ky frut është ideal për hidratimin e organizmit. Mungesa e lëngjeve dhe e ujit në organizëm duket se e dobit atë. Zbutja e lëkurës. Shalqini përmban vitamina A, B6 dhe njëkohësisht C, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e lëkurës tuaj të butë dhe mjaft të lëmuar. Sipas ekspertëve, shalqinin mund ta shfrytëzoni edhe si një maskë lëkure, duke përzier lëngun e tij së bashku me kostin. Mbajini për 10 minuta dhe më pas shpëlajini. Më shumë energji. Uji, antioksidantë dhe aminoacide të cilat gjenden tek shalqini e bëjnë atë ideal për njerëzit të cilët kryejnë aktivitete fizike intensive. Shalqini përmban edhe shumë kalium, një mineral i cili ushqen muskujt dhe garanton më shumë energji. Sheqeri në gjak. Niveli glicemis tek shalqini është 80%, por fal karbohidrateve që ai përmban, do të thotë se si frut nuk arrin që të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Tretja, njerëzit të cilët vuajnë nga koliti nuk duhet që t'i thonë jo shalqinit sepse ai është një frut shumë i lehtë për t'u tretur. Shalqiri gjithashtu është i butë, ndaj ai nuk i bën as edhe një dëm stomakut tuaj. Sipas ekspertëve, të mirat e shalqirit nuk përfundojnë këtu. Shalqini është një nga frutat më të shijshme dhe më të shëndetshme për organizmin, ashtu si edhe ne e përmendëm. Ndërkohë, vlerat të cilat shalqini sjell për shëndetin ton janë vërtet të pafundme dhe të mëdha. Këtu ne do t'ju tregojmë se përse shija e shalqinit është kaq e ëmbël dhe njëkohësisht nuk është çudi që shalqini të jetë një frut i cili ju bën mjaft mirë. Sipas të dhënave, fruti i shalqinit ka vlera të jashtëzakonshme për organizmin e njeriut. Ai ndihmon në përmirësimin e shëndetit të zemrës, rigjenerimin e qelizave të lëkurës, mbrojtjen e shikimit dhe të gjymtyrëve. Në stinën e verës, ai është një frut që nuk i mungon as edhe një tryeze familjare. E veçanta e këtij fruti është pikërisht se
Zemra apo qëndra është gjithmonë më e ëmbla dhe njëkohësisht më e shishmja. Si tradit, ajo u jepe i fëmijëve më të vegjël të shtëpisë si pjesa me më shumë vlera ushqyese. Arsyeja kryesore pse zemra e shalqinit ka më shumë ëmbëlsi është sepse aty ka përqindjen më të lartë fruktoza e kristalizuar, duke qenë se shalqini nga ana tjetër ka vlera të jashtëzakonshme dhe nga mesi deri në anët e tij këto kristale të fruktozës prodhohen për të furnizuar të gjithë vëllimin e frutit. Kjo në fakt nuk do të thotë që pjesët e tjera të shalqinit janë më pak të shëndetshme apo me më pak vlera, por në fakt disa nga efektet e tij mirëbërëse ju do t'i gjeni pikërisht në këtë video. Mbrojtja e lëkurës. Ngrënia e shalqinit shërben si një mburojë për lëkurën tuaj. Antioksidanti likopen parandalon djegjen nga dielli nëse ekspozimi është i matur. Shëndeti i zemrës. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet edhe nga antioksidantët të cilët ulin rrezikun e atakut në zemër. Mbrojtje për gjymtyrët. Shalqini gjithashtu përmban pigment natyral që lufton inflamacionin në gjymtyr. Disa studime thonë se fal konsumit të sheqerit të shalqinit, njerëzit janë edhe më pak të prekur nga reumatizma ose artriti. Shëndeti i syve. Një racion me shalqin përplotëson 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve. Sheqeri në gjak. Niveli glicemis tek shalqini është 80, por fal karbohidrateve që ai përmban do të thotë se si frut nuk arrin që të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, shalqini përmban një lëng plot të vlera ushqyese, i cili nëse përgatitet në këtë mënyrë mund të garantojë një shëndet më të mirë të organizmit tuaj. Sipas ekspertëve, akumulimi i një numri të madh mbetjesh dhe rënja e nivelit të lëngjeve në trup nxit formimin e kristaleve në trup. Këto të fundit bashkohen në masa teje të forta dhe kështu krijohen gurët në veshka. Mirë, po nëse ju do të përgatisni këtë lëng, ju do të trajtoni gurët në veshka dhe njëkohësisht gurët në tëmbë. Përbërësit janë 4 feta shalqi pa lëkurën, 1 limon i qëruar, 1 portokalli i qëruar, 4 kuba akulli, 1 moll, mund të shtoni dhe gjitha majdanozi. Përzijeni që të gjithë këta përbërës së bashku në një mikser dhe pijeni me njëherë. Efektet e kësaj pije janë të shpejta dhe njëkohësisht të domethënëse. Këtë lëng ju duhet që ta pini çdo ditë për rreth 20 ditë dhe ta përsërisni atë për disa muaj derisa të vini re për mirësime të jashtëzakonshme. Sipas ekspertëve, lëngu i shalqirit sjell edhe veti të mëdha hidratuese, sidomos në stinën e verës, prandaj i mira është që të merrni fetat e shalqirit dhe t'i shtrydhni ato në shtryse për të përgatitur një lëng të shijshëm. Likopeni i bën mirë zemrës dhe lëkurës, si edhe parandalon sëmundjet e këqija. Sipas ekspertëve, likopeni është një substancë e cila i jep tulit të shalqinit atë ngjyrën e bukur të kuqe. Është një antioksidant mjaft i fuqishëm që mbron sistemin tuaj kardiovaskular nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira dhe njëkohësisht studimet kanë treguar që njerëzit të cilët konsumojnë shumë ushqime të pasura me likopen janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj
Para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.